nën këtë, sigurisht vendimi i zotit Berisha për t'i propozuar këto dy zonja ka prodhuar njësër habish dhe ka dhe skepticizmi në mes, por gjithsesi është në kuadër ose në zbatim të asaj që vetë zoti Berisha ka deklaruar qoftë në kuvendin e 30 majit, por edhe dje gjatë deklaratës në Këshillin Kombëtar, pra në kuadër të përtëritjes të kësaj force politike. E ka theksuar dhe ka bërë thirrje edhe ditën e djeshme gjatë fjalës së tij në konstituimin e Këshillit Kombëtar që ky organ, pra Këshilli, do duhet të përforcojë dhe ta vjojë më tej punën e nisur nga kuvendi për të ripërtërirë dhe rienergjizuar këtë forcë politike. Partia Demokratike për ta bërë atë gati për të qenë së pari më përfaqësuese ndaj qytetarëve dhe së dyti më kompetitive në procesin e ardhshëm elektoral. Sigurisht nëse do të ndalemi të shohim emrat të cilët kanë fituar në garën e djeshme dhe do të jenë tashmë pjesë e kryesisë së Partisë Demokratike, pra pjesa e zgjedhur, sepse këtyre antarëve të kryesisë do t'u bashkohen në vijim edhe antarët ex officio, të cilët futen aty për shkak të pozicioneve që kanë apo do të marrin në parti dhe në përfaqësimin parlamentar të Partisë Demokratike. Por nëse do të më lejosh të bëj një analizim të shkurtër të emrave që kanë fituar. Pra, tek lista e 6 zonjave fituese, duke nisur nga Eda Grimçi, Edith Harxhi, Floriana Garo, Ilda Zhulali, Lili Sula dhe Mimoza Hajdar Mataj. Këtu kemi vetëm 3 zonja që konfirmohen. Në fakt, zonja Garo ka qenë e zgjedhur ex officio, ndërsa 2 zonjat e tjera, Harxhi dhe Mimoza Hajdar Mataj, kanë qenë edhe në kryesin e shkuar dhe rikonfirmohen. Ndërkohë që Eda Grimçi, Ilda Zhulali dhe Lili Sula do të jenë për herë të parë pjesë e këtij forumi. Ndërkohë tek të rinjt, ku janë edhe risit më të mëdha, në fakt kjo për shkak të ndryshimeve që u bën statutit, që u krijoi më tepër mundësi që të ketë një numër më të lartë të tyre në kryesinë e Partisë Demokratike. Ka emra si Andja Ulliri, ish deputetja që garoi edhe në zgjedhjet e fundit, por nuk mundi dot të futej në parlament. Gjithashtu antarja e Forumit Rinor të Partisë Demokratike Desada Xhetani dhe po ashtu ish kandidatja për deputete Loranca Hoxha. Ndërkohë nga të rinjt e FRPD kanë fituar Fation Bathoria, Glauk Oldashi dhe Nikola Kedhi. Të 6 këta janë për herë të parë në pjesë e këtij forumi të lartë drejtues të Partisë Demokratike. Risi shumë të mëdha ka edhe tek lista e 8 burrave më të votuar dhe që do të jenë pjesë e kryesisë, Esmeralda. Pasi me përjashtim të Ervin Minarolit dhe Griges Mushollarit, të kërkoj pak ndjes se ka një tjetër situatë. Të tjerët janë për herë të parë.